Mirama! Që kjo hapje me bredhë shumë e bukur. Gjiroma burin veç bredhin pak, se hitë se kemi pasaj mirë, është ta mundesh? Veç bredhin. Qa, ose do total shumë mirë, falenderit. E kemi një farë bredhi loqka. Është e vërtet edhe jo majtrash se bredhi. Përbes, fantazi. Mirama shikus të dashtu, jemi live në Radio Televizion e Kosovës, në studio numër shikus të nderuar, ne si staf kemi një këshill biznisore për të gjithë ju. Është mirë të filloni dhe të shitni maska të ajrit, sepse siç po shihet puna e ajrit në Prishtinën tonë të dashur, kryeqytetin e Kosovës do të jetë problem për një kohë shumë të gjatë. Mbrëm ishte ajri që i helmu shumë 100%, madje e kemi të i kalu edhe kryeqytetin mik të Shqipërisë Socialiste, Pekingun. Po, shkojme pak marketing edhe kthehemi me mysafirën e parë. Mysafirja jonë e parë sonte është një deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vjen nga radhët e nismës, është Valdete Bajrami. Mirë se erdhe. Shumë mirë po dokësh. Faleminderit. Kallëzom që të mbiemrin Dushica pse heke pi përdorimit komplet. Është mod mi majtë kanë dy mbiemra. Po mënoj s'dije elektorati jot ta e din që mbiemri jot është Dushica, po mënoj i vajzëris. Po në këtë rast i lirit që ma i fuqishëm se unë dhe dominoj mbiemri ti, kështu që... Gjithqysh Bajrami, a? Faleminderit që kjo ardhë, janë festat e fund vitit, me drenasin e krytët punën, pra hupët? Mundet më qujtë humbje, mirë po ne konsiderojmë një fitore, pasi që nisma në këtë rast parti në pushtet e qoj në balotazh, kështu që për të gjitha ta skeptikët që shumica prej tyre kanë konsideru që nisma fare nuk mundet të garoj, ne kemi partinë e kryeministrit e cila fare nuk ishte ngarë, ndërsa nisma PDK-n e qoj në balotazh, prandaj edhe ajo është një fitore e madhe, po edhe kjo pjesa tjetër ne konsiderojmë që nisma është fituese. Mirë shumë, bukur shumë. Po mëna i keni ju fjallë ju si prej gjepit, kështu tak i gjeni, mirë, fantazi është. Kallëzom, nisma, alianca, koalicion, në qofë se ka zgjedhje, ku e shini vetën? Po ne, ju e dini që kemi bo një marrëveshje me AK-n dhe angazhimet tona vazhdimisht i kemi pas të koordinuara, ne pretendojmë dhe shojmë vetën që në të ardhmen ne të jemi në krye të qeverisë. Do të thotë që një koalicion, normalisht edhe me ata të tjerët të cilët nuk pajtojnë me këtë qeveri, të jemi në qeverisje. Me vetë vendosjen, po i bjen? Po të gjithë ata që janë kundër kësaj qeverie. Mirë shumë. Kështu, dje patëm një video me një babadimer që babadimer, me që janë festat e fund vitit, Krishtlindjet dhe viti ri, i qojke ka 300 kila, një farë babadimri Bilder. Kush është babadimri Bilder në këtë koalicion? Kush qënë maron? Ramushi a Fatmiri? Valoj është mirë me i pas ata dy këto dhe me i pyt. Po, i kum pas dytë, Ramushi është Kogja Bilder, Palestrën e Sos, Fatmiri do këtë pak ma i hold, diqysh ma... Po, mbi bazën e aktiviteteve fizike, ashtu si shpëthu, pi bjen që Ramushi. është ma i fond. Mirë shumë. Metaforikisht, një blombi rani, nuk ka, po me në bim blombat këtu ka një herë dhe që kjo... Zakonisht kër na vinë deputet, për mi ju kalzu që s'ka bugjet, i kalzojmë pjesë, që kjo na i ka i shu për shambull, edhe do këtë bukur, po me mu i diqysh me lëshu para vititri në i pare se seriosisht. Po ashtu eftoj skenografin që nesë të paracitët në punë, qëre? Nejtë, mirë, a? Nuk është, e mirë. Edhe ashtu RTK-ja po ka problemi me neve deputet, kështë që... Edhe jo me RTK-n, kështu që është një farë reciprocitetin këtë farë muhabeti. Kallëzom kështu, kjo, po mënaj, nëse mund është seriosisht në kuadër mandatit deputetës, qysh ka mu konë arsimi
edhe shëndetësia gjatë kohës së qeverisjes tuaj, për shembull? Po, planifikimi ose politika e mirëfillt e një sistemi të shëndetësisë ose qoftë në këtë rast të arsimit kisha me dash me fol ma tepër, besoj që neve si popull na vyn fillimisht të krijojmë politika të kemi shkolla profesionale. Se po e shohim që jo të gjithë jemi për fakultete dhe jo të gjithë jemi për proceset më të tjeshme akademike. Dhe shkollat profesionale unë besoj që edhe do ta ulin papunësim, pasi që gjithë të rinjtë të reja do të kishin mundësi ta kishin ndonjë zanat, e cila në shumë vendet e Evropës edhe ashtu funksionon. Dhe po ashtu shumicën e fakulteteve ndoshta do duhej drejtimet t'i mbyllnin dhe të çelnin drejtime tjera. Pse mos shelen Gjilan tek ne fakulteti bujqësisë? Kemi gjitha fakultetet. Gilanit veç për tokë jemi Valdete? Po kemi një tokë pjellore, e cila po uzurpot. Po pra, a ka dek në ta në tradita e kultivimit duhanit, se ka qenë, po menoj një ky farë Varg Malshi, Karadakut, Kumanova, Gilani, duhani është punu anej... është punu mirë, po jo me atë si përpara që ka qenë, ne e dim që edhe rastet e fundit kur fabrika duhanit e patat mashtrimin me qytetarët, 2 vite rresht kanë ndërzu duhanin dhe nuk janë kompenzu, dhe më thonë këtë rast janë dëmtu shumë ata farmerët të cilët... Mi knash mu shkënit. Cilët kanë dash me përfitu dhe kanë të ardhën familjare, po i kemi rajonet tjera për shembull edhe në Prizren ku mund të qelet edhe fakulteti prap i bujqësisë edhe aty. Mirë po ne kemi hapat shumë fakultete ekonomisë, juridiku, sa që po ishin edhe situatën ekonomike ose gjendjen sociale ku e kemi realisht. Në qoftë se rastisht fitoni, çfarë ministreshe... Ne fitojmë. Qëfar ministreshe kishe me qenë? Cilin digastere kishe drejtu me knaci? Po, unë i kam të përfunduara integrimet evropiane, ndoshta do të kisha mujt të punoj më shumë ja ofru qytetarëve liberalizimin e vizave, mirë po... Mo, deri që atëherë s'ka? Jo, deri atëherë. Me këtë qeveri jo. Ue, mo se na tranove, Valdete. S'kemi një klip me lëshunën, ndërpo jo s'kemi, mirë. Qëshje, a ke ndërtu në herë në dërdëlec? A ki talent me fundore? Jo. Jo. Pse? Bashkura si fëmija? Si fëmi, fundore jo, mirë, po me bore kemi bo. Me bore po. Bukur shumë. Valdete, në Instagram i ki një 600 ndjekës. A ti ndjek vetëm 13. Kush janë këta 13 fatlumët që i njekti? Po janë disa, realisht nuk jam shumë aktive në Instagram, nuk e përdori, po janë njerëz të cilët më rrethojnë, njerëz të cilët i njoh. Shumë të afërt. Dush më bo ferë edhe me këta 600 ndjekë si tjera, dhe në mja u këthy në i follow, me pa që je aktive. Po me fillu me qenë më aktive, dhe ta bëj. Mirë shumë, cilin prej rrjeteve sociale e përdorë më tepër? Facebook, realisht. Twitter? Jo. Jo. Kumtesta tua zyrtare dalin në Facebook, si të kryeministrit. Po se dha e përdor Facebookun ma tepër. Kallzona pak për fëminin tënde. Pa i ve prej ardhin e kam prej Veleglave. Pikrisht mbjemni jem Dushica, rrjedh pe i fshatit Dushic në atë malsi. Dhe pastaj unë kam linë në Gjilan, jam shkollu në Gjilan, shkollën fillore. Një pjesë shkollës mesme më ka ra me fillu në Gjilan, pasaj me përfundu në Gjermani. Dhe kam kry fakultetin, jemi këthy, kam kry fakultetin në Gjilan. Jam gjenerata e parë e sistemit të Bolonjës 3 vjeqare. Pastaj më ka rastisë dhe kam fillu punën në bank, kam u theqë me Prokredit, kam punu për 6 vite, pastaj kam fillu masterin, kam përfundu, kam fillu këtu në Prishtinë, kam fitu një burse, kam përfundu një vit, pastaj në Bremen të Gjermanisë, dhe kështu. Sa njerëz të Veleglavës merren me politikë? Pa i ki, bajagisht shumë. A ka, a? Po, se, po menoj, veç Veleglava me të votu është merë vota për një kryeministër të suksesshëm? Po jemi shumë të gjerë, kështu si familjar dhe si rreth. Mirë po... Janë bjamra Dushica, Këqiku... Këqik jemi kusheri, dhe më thënë, gjithë.
Dhe momentin kur kam dalun në nisma, po e them ndoshta shumica as nuk e kanë ditë që jam pjesë e nismës, se ka qenë shumë periudhe e shkurtë kohore, mirë po tash. Dushica, dush me shtim përdorim pak, dush me bisedu me bashortin tonë, me Ilirin, që me bo pak kompromis, se është interes strategjiko-politik. Po, besoj që me shtim përdorim Dushica Bajrami, Bajrami Dushica, që shkon renditje? Do të me shiku se si mja bë. Po, do të me pas në konsidera. Ti je shefe grupit parlamentar, është qështu? Nisma, pse kjo emër nisma, a më shefe diçka, ka metaforike mrena emrit në isen, a nisma veç dhe me po nisemi? Jo, po nisemi për diçka, për me mujtë me jo fru ndryshem qytetarve. Dhe besoj që me nismën, me qeverisjen që e kemi në Malishev, kemi bë e kemi dëshmu që jem ndryshen nga të tjerët, dhe në rrasë ne e japim një premtim, do t'i qëndrojmë prapa. Dhe besoj që të gjitha të arriturat të cilat Zoti Begaj në komunën e Malisheve si ka arrit, në të ardhmen në të gjitha komunat që do të ketë qeverisje nisma, besoj që do t'ja shojnë hajrin ashtu si që ka po Malisheva. A ki me konkurun Gilan? Po kjo i mbetet partis, nëse shetë të nevojshme të jem kandidate, do të respektoj. Kush vendosë në parti? Kush është qëto një farë institucioni edhe moral edhe... Po i kemi një organet vendimarse, Këshillin Kombëtar, i kemi kryesin dhe pastaj aty shtrohen debatorë. Zoti Krasniqi, a ka fjallat i pesh po mendoj? Po gjithsesi e kemi kriju... Që në valideten atje në Gilani dhe bëhet? Jo, ashtu nuk funksionan as Zoti Krasniqi as të tjerët, mirë po i kemi organet të cilat janë zgjedhur nga një kuvend demokratik, cilin vetëm nisma e kam vaj deri më tash, ashtu të hapën edhe për media. Mirë shumë. Kallëzëm kështu, qësh po duke dizajni murit në veri? Nuk po mujë ndështë në këtë emision kështu relaksusme, me qenë shumë e qetë. Për dizajn pyta, jo vetëm për dizajnin, nuk po dojmë përgjigje politike. Është ilmu shumë i mirë. Po nuk pedit tash me këshyrë në atë kondin si shkall apo si mur? Ma ka muri është tajdi qësh po do këtë ma murë. Dikujt po do këtë që hiç s'ka mur. Jo, ha? Ja, ka mur. Provohini me kërë dhe shetë që... Nalesh. Lëm, airbega cilën pas një problem. Dizajn i papranueshëm. I papranueshëm, dhe me thonë, as dizajni s'pot pëlqem. Ke pas një takim, po menoj, ka rastis me taku disa herë, raportusën e Kosovës mbe, zonjën Ulrike Lunacek. Ajo njët si antarja e parë e parlamentit austriak që pranoj publikisht që është lesbike. Qëfar mendimi ki për komunitetin LGBT në Kosovë? Po në Kosovë dhe kudo që janë, do t'i respektojmë gjithë cili të vendosë për vete se si dënë tjetën. Në këtë rast dhe për zonjën Lunacek, nëse ajo e ka dëshirën tjetoj ashtu në atë komunitet, atëherë mu nuk në Kosovë, që i kanë punë? Janë të diskriminuar? Janë të diskriminuar, besoj një si shoqëri ende nuk po mundemi ti pranojmë këto ndryshimet të cilat ndoshta rinia po ishe ma të kapshme dhe gjeneratat ma të vjetra po ishojnë ma të pamundura dhe të papranueshme, mirë po, për derisa një po Nuk është si gjeneratat e vjetra nuk e kanë pas këtë komunitet të zhvilluar se me emra tjerë, po menoj në atë ko, po besoj që knuhët edhe në kanë, Griza Blaca e ka një hit, nuk i djedin, seriosisht? Jo, nuk i di. Ka nga thotë kështu, kal dërmit po më shkono si sha, ma ke qitë furgun me i kra, aman qunë po shperenin, jepja bacës një sabah. Kështu është, jo. Kështu që mirë. A gatun? Nuk gatuj. Burritu kishtë trash pak. Brumnat nuk i pregades, kështu gjellat po. Strashë njeri për gjellave, bësh. Ne i pite, ne i manti ne i herë? Jo, sinqeresht jo. I kemi nanat të cilat po përkujdesën për këto. Mirë po ne pak ushimet më të shpejta ndërsa na kam bo. Kallëzëm, gjatë kohës gazit Lotcjelës, nuk të kom pa aktive, si Donikën e si disa deputete tjera.
Që shi ke rezistu? A mu ishe mi qëndru? Se këgja diskoteki i patët një vjetë. Po vallaj, ndoshta ky ajri ndotën është shumë i dëmshëm se çaj gaz që e kemi përjetu. Ajo ka ndodhur për momentin e ke pas ndoshta një problematik të vogël dhe ka të i kalu. Si u kallshit në erë në marihuana në isan mja u bo 3D. Po jo, ata koha kur e bënën atë ventilatorin sa që po t'afrosh aty të merte edhe ty, që është gjigant ai ventilator, kështu që nuk kishte mundësi, ndoshta një sekond me hudh gazin edhe është pastru solla për një herë. Kështu që efikas kanë qenë. Kanë funksionu shumë mirë. Legalizimi i drogave në Kosovë ka iniciativa. Cili është qëndrimi nismës për legalizimin e marihuanës? Ka lëvizje në Shqipni, ka iniciativa? Nuk e kemi diskutu këtë si nismë, mirë po për mendimin tim, në rast se një dukuri do të mund të ishte më e vogël në përdorim me rastin e legalizimit, si që kemi rastin në Amsterdam, për shembull, ose rastet në vendet tjera, atëherë besoj që do duhet ta shqyrtonim si shoqëri a është e pranueshme apo jo. Dhe në rast se e sheh që ka ndikim në mos përdorimin e gjeneratës të re, duke e legalizuar, atëherë besoj që ndoshta do duhet të shikojë si opsion. A jeni liberali jo, Valdete, si parti? Ne jemi parti drejtim social-demokrat. Do më thonë jeni të majtë? Të majtë jemi, dhe politikat tona janë kryesisht të majta dhe kryesisht janë në shërbim të qytetarëve. Okej, mirë shumë. Si një pjesë e madhe dhe e Evropës. A i kemi Skype-in? Jo edhe pak. Në ndërkohë po flasim pak tash merë njoftimin falë. Po flasim pak për ajrin. E përmendëm edhe gazin lëtësjelës, që ha puna qiti ajrit? A ka shteti, a ka kuvendi, a ka nxyrtarë një përgjigje se si menaxhohet? Gjendja është alarmante. Edhe pyetja em është, a ka qenë kështu deri tash? Veç tu i falenderu ambasadës Amerikës, kemi fillu me i pranu këto informata, çka po marrim jashtë? Unë nuk e besoj që e kemi pas këtë situatë në Prishtinë, unë një kohë shumë shpejt jam këto dhe nuk e besoj që viteve të kaluara ka qenë një ndotje e ajrit ka qenë alt, ose se besoj fare që ka qenë në nivel alarmant si që kemi tash, mirë po në kuvend ende nuk është marrë një iniciativë që të diskutohet për këtë rast, jo dini që kemi pas në disa problematikat të tjera, ndoshta që shumë çështje të rëndësishme për qytetarët nuk i kemi ngrit, se kanë qenë disa çështje të caktuara, si për shembull demarkacioni, gjykata speciale të tjera, por besoj që kjo çështje duhet të trajtohet urgjentisht nga Komisioni Përkatës dhe qoftë të sankcionohen qytetarë, po menoj ata të cilët në një formë apo tjetrën e ndotin ajrin. Kjo është fotografia cilën e kemi Hazard. Që është shqiptohet që kjo? Hazard është lojtari Chelsea, po Hazardus. Kjo përkthehet ndukët e helmueshme, a është qështu? Po përderisa është krejt kuq. Kuq e përtet kuqës bile ka vjollë ca pak. Ka dhe nuancën. Po, mirë, në ndërkohë presim që së bashku të lidhemi me Korabin i cili do të ketë një intervist me një ekspert të çështjeve mjedisore. Po flasim pak për me Ilirin, me bashkëshortin tanë. Kur jeni bo bashkë? Cili u konë momenti fatlum? Kthena pak në qatë kohë. Është një periudhë gjatë, në vitin 2000 jemi taku me Ilirin. Mileniumin e ri me Ilirin. Po, dhe një kohë, si çdo i ri edhe i re, kemi kalu bajage një kohë gjatë bashkë, dhe pas 7 vite e gjysë, lidhjen tonë kemi kurorëzuar me martesë. Mas 7 vite e gjysë, ka gjani farë periudhe pas këtë kalue, kush ka marrë iniciativën për me u bo bashkë? Munges Facebooku, munges u konë shtirë, tash nuk ka më problem. Se fjalla shkruhet ma letë se që thuhet. Ti edhin ato kafiterit tona që i kemi pasën. Shkollat e mesme. Po, edhe atë jemi taku, edhe kështu ka vazhdu iniciator normal është Iliri. Iliri. Pse normal? Se të vot normal. Nuk të kemi pa deri tash, të kemi pa kryesisht të folë seriosisht
asnjëherë s'kemi pa tu reflektu kaq pozitivisht si sonte. A mundi edhe në kuvend më konë kështu, po mendoj deputet? Po, mundemi, gjithsesi kur kemi tema ndoshta që trajtojmë për të mirën e qytetarëve dhe kur ki rezultat dhe një unitet brenda gjithë deputetëve, normal që kemi pas edhe fytyra të qeshuna dhe aty, mirë po kur e din që një pjesë e deputetëve ose një pjesë e qeverisë propozon diçka e cila është e dëmshme për vendin dhe qytetarët, normalisht nuk ke mundësi me qenë kaq happy për me mujtë të i kalu situatat aty. A majnë trajnim, të pyta dhe para se me është informatë shumë e rëndësi. Deputete e rritë, kjo është mandati i parë, po menoj. Kur të vinë në kuvendin e Republikës Kosovës, a kanë një workshop të nëzomë në raport me mikrofonin, sa duhet me najtë largë, sa duhet me najtë afer, kur duhet me nalë? Po, çdo legislatur e ka një trajnim për deputet të cilët janë për herë të parë në kuvend dhe një trajnim një ditor ku ne si deputet shkojmë në sallën e kuvendit dhe njoftohemi me mjetët të cilat do t'i kemi në përdorim gjatë mandatit tonë. Kështu që secili deputet duhet ta merr atë mësim se si të funksionoj me pajisjet të cilat i ka para vetës. Se kanë herë, atin për çka? Ka shumë deputet cilë më duket që nuk kanë, edhe pse i kanë ka 2 mandate, lëshojnë kanë njerë, adin e harrojnë distancën me mikrofonin, bashkë edhe në ishtinë. Po mënoj bashkë me temat e rana edhe zoni është i të merë shumë herë mas herë. Për ato nuk e di nështë, e harrojnë, e kanë harru trajnimin. Andon e kolegës bryll mi hine herë, mi tonë, të bërtit shumë. Nuk të nisma... Besoj që jemi kitë qetë dhe nuk e kemi atë intonacionin ashtë larë sa që me irritu ndështë veshin qoftë të përkthysve, qoftë edhe të dëgjusit, po ndështë edhe ndodhë të ato partitë mdoja. A ka përkthys? Po mënoj tonë kohën që përkthejnë? Ka se janë... Naturisht, minoritetet, po e kom fjallën që qoftë ata dalim prej salës, për shambull sot nuk ishte lista kjo sërbska. Ja, aty i keq të herë. Përkthys janë aty, përkthejnë edhe për shqiptarë. Me dash një deputet me ngu, diçka sërbisht. Sërbisht e ka aty, sa e ka për detyr me qenë aty. Okej, mirë shumë. Atëherë, adin qysh, po iftojmë edhe 2 mysafir të radhës, që ta vazhdojmë pak më ramin edhe me muzikë, edhe ty të pëlqen muzika, po? E qyshi me muzikë, a ke provu me kënu në i herë? Ja, me provu. Asë në shpe? Asë në shpe, me ndëgjoj kështu dhe taman kur kem kohë lirë, mirë po me këndu. Qëfar zhanri? Të letë, muzikë qetë. Kemi nevoj na pak ma të letë muzikë. Kur e kryni ndrimin. Po. Mirë, mysafir tanë të radhës, është një rock këngëtar, shumë i dashur për ju, e keni kërku shumë në fanpage-in tonë, po edhe hiq mos ta kishit kërku, na e kishim thirë, sepse dojmë vetë. Është Shemi nga grupi famshëm i Lirët dhe këngëtarja e re Buleta Topalli. Mirava, mirë se erdhe. Mirava, burrani. Ndoshta është ma mirë Shemitin mes 2 zonjave. Kushta me dole atje? Edhe ju, shokit e deputete, dilem Gjamadani, Gjamadani via, në Kosova. Nuk kime lonë Gjamadanin me kaqë. Jo, me Gjamadanin nuk të ta këndoj sot. E kënum? Prej lanit nuk kime shqitë, sonde ka shlet, derin 2 kena me të majtë. Mos u lëtë. I ka marrë informatat për ti. Po, fillimisht kështu, Shemi. Partnerja jote santme, na ke prezentu, kur tëftum, që dëshiron me sjell, sepse është një këngëtare e re, cili o bashkëpunimi, se shumica e bendit mendun që është Duda Balje. është një deputete dhe këgja shumë për njani. Mos keni një lidhje? Apo? Për një me? Sa dhe kene më bo deputete. Po, pse jo? S'kemi. Apo për njana jam gabim? Që sheti bile si njok si qështjeve madhore, sheti e tha 2-3 herë që zonja po për njanë shumë me dudëm. Pra nuk keni lidhje familje. Bukur shumë. Tregona për bashkëpunimin. Po, mirë. Thash, shpesh po e përmendi, në kohë në fundit se Buleta është pak në vjen si një fenomen. Ti mundesh me folë, mos mendon që tu të këshyr njëri gjallë për derisa e kia çikën aty, po zonit njëhet.
është si fenomen se kur nuk ka kënduar. Kur nuk ka kënduar, për herë parë këndon dhe vërtet e kemi bërë një këngë shumë të bukur, e cila është pritet bërim dje apo pak dje me dalë spoti, por është vënu pak. Kemi bërë me spot Buleta, emri saj artistik. Buleta, emri saj. Emri, kjo do të thot vetë. Emri gjatë është Albuneta. Albuneta, Topalli. Topalli. Dhe kjo ka filluar veç karierën e saj, është në fillim, por mund të them se ka pas një fillim shumë të suksesshëm. Po mendoj, ende ajo nuk është për hap, se ju e dini shkon pak e ma vështirë. Por ka pas fatin që ka qenë tash edhe, po mendoj, në këto programet të vitit 3, është edhe në programin e RTK-s, vitit 3, dhe unë e besoj se ka bërë një karrierë të bujshme. Mirë shumë. Ajo në të vërteta këto që po i fletë... As pak. As njona prej ty, na? Jo, po, vërteta. Të regom, ku po menon me pa vetën mas janë 5 vjetët si këngëtare? Varet me punën që bëj, që shojmë. Mirë shumë. A jeton në Kosovë, po mena, je lindë e rritë në Kosovë? Jo, jam lindë në Gjermani. Oke, se përshoj që mund është të Gjermanisht nuk të marim vesh, Jo, vëstanin. Skalli, Valdeti janë nështë ta mundet me në ndihmu pak në Gjermanisht, apo? Das ist alles klar? Genau? Ja. Dankeschön. Apo të pëlqen ajri, shemi, ndash rrin, ndash ka lus, ndash ka mua bet në falë. Shemi, e di që jeni tandem, po e gare, natyrisht. Ajri në Prishtin, qysh po do këtë? Mu më vytë? Ty, pse? Ty këtë? Jo, ty tash. Shumë i këndë shumë. Me mua. Për ajrë po fleta po? Ajrin. Ajrë shumë i këndë shumë. A ty lo vetë? Mirë, atërë kështu e kemi lidhjen me gazetarin tonë Flok Gjatë Korabin, i cili është dikun të teatri kombëtar, si pas informatave cilat i komune. O, Korab, ku mi ke bistek ato i loqë? Shëndetje Fatmir. Edhe njerë se s'dëgjova. Ku mi ke gërshetat? Gërshetat i kam në kapel. Kujdes, loqë, se... I kam fshehur nga ajri ndotur. Të prishët minivalli ke të drejtë. Pa tjetër. E ke një ekspert të çështjeve të mjedisit, apo? Po, e kam ekspertin e mjedisit profesorin universitar Zeqeveceli, me cilin do të diskutojmë pikërisht për këtë nivelin e dotjes së ajrit që është këto ditë në Prishtinë. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjejmë. Keni përshëndetje fillimisht për Fatmirin dhe për shikuesit e tij? Përshëndetje për mikun tim Fatmirin. Dhe eja këtu të thithësh këtë ajër të pastër midis Prishtina, apo? Dhe shumë të ftohtë sonte, përveç se është i pastër në thojza, më i pastër se mbrëm ishte shumë i rënduar. Sonte është në shifra pak më të lehta, por përsëri në atë nivelin e rrezikshëm, do të thotë më tepër se i pashëndetshëm. Tash së fundi më e këshyrëm Fatmir, profesor, sa ishte sonte, do më para pak minutash, ose tash sa është? Po e jep 305. 305. Po. Që është shumë lartë. Që është shumë lartë, do të thotë në nivelin hazardës, që do të thotë i rrezikshëm. Ditën ka qenë më mirë pak situatë. I skuqën është Fatmir. Po. Bile i kaft, jo tamam i skuqën. I kaft, pak më rënë. Mbrëm ka qenë, unë edhe e kam ndjerë, do më thonë që ka qenë shumë aj lartë se sonte, ka qenë diku mbi 400 më zgabofsha, profesor. 469, nëse zgabojnë me shifrat sakta, po në këtë periudhë më nuk janë shifrat problem. Problemi është se cilësia e ajrit është rënduar. Dhe në këto momente ka qenë koha e dur për Ministrinë e Mjedisit që të reagoj. Sepse ja mundson ligji që kur cilësia e ajrit rëndohet tepër, të jap mosa paralajmëruese për popullatën. E ka obligim me ligj. Dhe nëse ky përkeqësim vazhdon më tutje atë sa të rrezikohet shëndeti qytetarëve, duhet të kalohet në atë që e kërkon ligji në pragun e alarmit mjedisor, i cili pastaj ju jep
mundësin ministrisë që t'i mobilizojnë komunat që të marrin masa dhe masa ka plot. Profesor, cilat do t'ishtin, do më thonë, masat ekstreme, do të kisha thonë, të menjëhershme që do t'ishtë dashur të marrë ministria, që ky ajër t'jetë, do më thonë, më i pastër dhe qytetarët mos t'jenë të rrezikuar? Pika e parë do të dihet se kemi një mbishtresim të ndotjeve. Kemi ata ndotësit permanent për Prishtinën që vinë ndotja nga termocentralet e Kekut, tu ndotja nga sektori transportit dhe në këto kohë kemi ndotje nga Anvisnin, nga djegja e derivateve të qymyrit dhe derivate tjera që përdoren për ndotje. Përderisa për këtë fundit, sepse jemi në periudhë të ftoftë, është vështirë të bëhet diçka. Me Anvisnit, masat më imediate që mund t'i marrë ministria është një kontroll dhe masa strikte në raport me transportin, sidomos në orët e pikut, se tash po dihet kur po është shkalla ai piku i ndotjes. Do të thotë është mbrëmja dhe orët e para të mëngjesit kur ka lëvizje më të madhe makina, kur njerëzit shkojnë për puna dhe lëvizje. Në këto faza është momenti i fundit që komunat të fillojnë me një pilot projekt, themi me ndonjë kufizim, 1 orë, 2 orë të komunikimit në zonat më të ngarkuara me ndotje, në rrugët më të ngarkuara me ndotje. Kështu e bëjnë qytetet në mbar botën, kur rëndohet situata e mjedisit. Ka raste edhe kur impiantët, ndotëset, mëdha të industrisë energjetike edhe kërkohet ndërprerje e plotë operimeve, një diçka që ta zonë në raport me Kekun ne nuk mund ta kërkojmë, sepse është i vetmi burim që na furnizon me energji. Një pyetje, profesor, që unë nuk po muj me kuptu, domethënë se unë nuk jam eksperti i mjedisit, por po kërkoj nga ju. Si mundet që një qytet si Prishtina, që ka domethënë diku 300-400-500.000 banor, mund të jetë më i ndotur sa Pekini që ka miliona banor dhe është një qytet që ka një industri të jetë zhvilluar, që ka komunikacion 100 herë ndoshta më të dendur sa Prishtina? është pak e çuditshme, edhe ne këto shifra na kanë befasu, do të thotë se një Pekin ta zëm është në top listat e ndotjes, sepse Kina është vendi me zhvillim më të madh ekonomik në botë për momentin dhe është e pritshme. Por këtu është pasojë e këtij 16 vjeçarit të fundit që lidhet që me ngarkimin e qytetit me ndotje, me transport nga ndotja që vjen, një numër enorm i makinave, një ngushtim rrugësh nga ndërtimet, plan e pa plan në këtë komunë, një ndërtim që na ka kushtu edhe me zhdukje masive edhe të atyre pak hapësirave të gjelbërta që i ka pas ky qytet, dhe të gjitha këto tash na reflektohen në këtë situatë, sepse nuk është se kemi përveç Kekut, do të thotë që është një ndotës permanent, është burimi pa lëvizshëm i ndotjes dhe i pa ndërprerje, do të të tjerat janë të lëvizshme, por këto faktor pastaj e kanë shtru bazamentin që ky nivel i ndotjes të jetë në këto parametra të larta. Faleminderit shumë, profesor. Fatmir, ke ndonjë pyetje për profesorin? Jo, kështu fare shkurt, sepse i kemi edhe mysafirët e do të vazhdojmë. Shkurt. A ka qenë kështu për këto 16 vitet e fundit? Apo veç tash shumë vonë kena marrë vesh, masi që ambasada e Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filloi me matë ajrin? Fatmir, po pyet, a ka qenë këto 16 vitet e fundit pas luftës, domethënë niveli i ndotjes së ajrit, apo vetëm tash e kemi kuptuar pasi ambasada amerikane po jep domethënë këto shifra? Mas jem në emision e Fatmirit dhe është pak emision marrë këtu, po i referohem asaj thënie se Skënderbeu se liri nuk ju asolla unë, po e gjeta këtu me sjush, edhe ndotje nuk na asolli ambasada amerikane, ndotja ka qenë këtu. Do të thotë vetëm sensibilizimi që u bë javët e fundit e ka zmadhu si problem. Ky sensibilizimi ka 2 anë. E ka anën e mirë, që do të thotë më në fund edhe institucionet e qytetarit do ta kuptojnë definitivisht se në cilin nivel të cilësisë ajrit jeton, po edhe ka edhe anën tjetër negative, që do të thonë se nivelet e ndotjes kanë arrit parametra abnormal. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit, ishte kënaqësi. Fatmir, ne shpresojmë që nëse ministria nuk do të merrë ndonjë mas për këtë çështjen e ndotjes së ajrit, atëherë shpresojmë që Zoti na sjell pak borë dhe të na zbut këtë. Atëherë po mbetet i lutemi Zotit dhe të kemi një ajër më të pastër. Po mbetet i lutemi Zotit. Faleminderit edhe profesorit Zeqës shumë. Do të thonë, ajri ndotur ka qenë këtu, që 17 vjetë edhe besa dhe merë. Do të thonë kanë qenë edhe smundjet e të lashe tjera.
Kesa. Shemi, je moti në skenë. E ke pas një munges, më zgabofsha 99-2009, është që kë 10 vjeqar i sakt. Se ndodhi mungesa, qysh ndodhi rikëthimi edhe aje komod tash? Ndodhi. Po mirë, unë thash, kam thash shumë herë se kam mendu sa emisionim kam baruar, unë për herë këngët e mija kanë qenë të lidhura me qenjen kombëtare, gjithmonë. Edhe unë mendova se u kry ai emision dhe edhe u përkushtova familje, shumë në familje, me qenë se pak edhe vonë u martova. Edhe u përqendrova në familje, jam rikthy, ndoshta jo aq me dashën time, vërtet, por presioni ka qenë aq i madh, sa nuk ka mujt të kundërvijem të gjithëve, dhe jam rikthy, dhe ndoshta nuk kam gabu që jam rikthy, se e kam di veten disi si jetim, pa muzikë. Në bashkë. Po natyrisht, dhe publiku po besoj, se të kanë dashë shumë. Edhe dojnë. Po, vetëm se unë i trathova pak, ajo rinia nuk më nifte bashkë. Por mirë, thash, kanë qenë disa këngë të cilat më kanë bajtur, po sa që është kjo që e këndova pak, që më kanë bajtur. Pak ma gjatë, bile një 15 sekonda kime na i kënu. Prej vendit, s'po të qojmë. Këngë cilat... Las, ko se shke? Basha i poshtër. Gjan Mardani via via, është Kosova, o është Shqipnia, rësi zemër qitelia, o se madhe është Shqipnia. Gjan Mardani është Kosova, rësi zemër o se madhe është Shqipnia. Vërtet jemi lodhë, nuk e s'kanë. Juve ndoshta ju ka bo bajat, po kombit jo. Kanë qëtë me ngu gjithmonë. Përderisa Shemi po këndonte, po ju nuk e fokusut, Buleta Topalli e boni Shqiponjën. Po, nuk e po. Bënë edhe njerë, se qenë ka këgja Shqiponjë original, ku ka bash Shqiponjë me këthetra, se puna thojve, taman me ka. Më thaja para emisionit që je kesh me fytë dhe nuk po doj me të mundu, me këndu, po bile deri të skena me të patu hecë të këthuja, mundesh me bo për një? Po, ka qenë fotomodele. A për një me? Hajtë bashkë të shuem, dojtë mikrofoni, mi në ma shikus të radio televizionit Kosovës, edhe këthesh. Ka dalë më sëgut, nata ju apim shajë. A e një gati krejt, fenu krejt në kërë. Dejte mikrofoni, mirë mbrëma dhe këtheu. Ka doni, bëni, se të shikëzam. Eri një bre. Një mama. Një mama. Pra shikus të ndëruar, kur dhem fyti, dush me hecë. Faleminderit për mundimin. Po ja, falenderit ty. Ajni mirë në kërë të gjithë atje në kërë, mirë, në regull. Bukur. Shemi, po e dëgjojmë njënën prej kongëve cilën e ushtrove. Po të lusë që ka dal-dale, zgjohësh në këtë skenë të bukur. Falenderit shumë. Gazetën e lexon, flet për flet me dro e shteton,
Situata politike e brengos, në mënyrën e vetë shpesh e komenton, botë rrejshme qenë ka kjo. Zonat i rreshton, në faqen tjetër viktimat figuron, që të mos jetë zi e mazi, rokerët këndojnë për varfëri, o për varfëri. Dollari shkrihet në municion, qindra fëmi, uria i kaplon, njëri buzqesh, tjetri vajton, kjo është e përditshme jon. Dollari shkrihet në municion, qindra fëmi, uria i kaplon, njëri buzqesh, tjetri vajton, kjo është e përditshme jon. Situata politike e brengos, në mënyrën e vetë shpesh e komenton, botë rreshme qenë ka kjo. Tatë kulturi fazonat i rreshton, në faqen tjetër viktimat figuron, që të mos jetë zi e mazi, rokerët këndojnë për Etiopi, për Etiopi. Dollari shkrihet në municion, qindra fëmi, uria i kaplon, njëri buzqesh, tjetri vajton, kjo është e përditshme jon. Dollari shkrihet në municion, qindra fëmi, uria i kaplon, njëri buzqesh, tjetri vajton, kjo është e përditshme jon. Kjo është e përditshme jon. Kjo është e përditshme jon. Amin. Janë të preporushme. Atë unë Shtirë! Unë e pa më thonë të ju shpicoj. Mos pët ndiusin shpinë tone. Faleminderit. Gjatë ton kohës. Faleminderit shumë. Buleta, me që nuk patëm rastin me të ndëgju, të këmu dashta me të pyet, qështu do kënë këto rezultatet e fundit të PISA-s? Ke ledzu, po besoj është niveli i kemi dalë të mërshëm, si me ajrë, si me edukimin e... Nësë gjithmonë Po. ke gjendje kështë që shpresojnë botë më mirë. Botë, edhe unë e besoj. Gjithmonë me që presën edhe. Prej cilës trev vjen, Buleta, cilit qytet Kosovës? Të Ferizaj. Nga Ferizaj. Do me thonë, Topalli është në bjamër që i takon trevës së Ferizaj. Ti voton në Ferizaj, apo? S'kom votu deri tash, po... Po ki drejt? Po kam drejt, pa tjetër. Përkona, ki ne i simpatik në... Jo, heq. Pse? Ka aty këtu? Ne një? Ka, po. E kom fjallin për me votu vazhdimisht. Pa tjetër. Po. Ama jo, nuk ka. Jo, nuk e ke mendu. Në qofë se zgjedhjet ndodhe nesër, për shambull, kone kishe votu? Zdi që ta, mas i dhe nuk e kam. Ti përmeni një 5 emra? Okej, bon. Me që kemi Valdetën këtu, po thojmë, jo Valdetën jo, se thu Valdetë, nejse. Jakub Krasniqi? Salihaj. Salihaj është i Ferizaj? Po, i Ferizaj, Labi është i Ferizaj, Labinon Tahiri. Vetëm edhe qajna duhet edhe puna pa me shku. Ajë pa me qenë konkurent legjitim shemi. Apo edhe ti mundesh me konkuru, pse jo? Po, për me qenë politikan, nuk do të se në aket muna të jemi politikan. Po, pse jo?
Kam tentu shumë edhe kështu në bota, se vetëm Schwarzeneggerin duke pak se tjertë jo. Schwarzeneggeri ka, atë Schwarzeneggera, po? Po, Arnobi. A i ka qenë prefekti i Kalifornisë. Po, është republikan i rryer. Po edhe si, na ashtu boll jemi jo serios tash edhe me këngëtarën. Ja, qyrin punën e vetë ata. Ama shemi që po të pyes diçka se me le pa e boni top list me buletën të politikanëve. Pse duhet me qeni arkitekt në politikë? Pse duhet me qenë një doktor në politikë? Pse duhet me qenë një, ku e di, kemi pas edhe xharram politik, kemi pas edhe, ku e di, profesionet ndryshme. Pse artisti nuk guxon më konë politikë? Që Edi Rama, bolli sukses shumë është. Piktorë njeri. Piktorë, po, piktorë. Ne, së më kuptohet i mu. Nëse ka prirje, por edhe jo atë kokë, nëse ka prirje, edhe kur fillon me këndu, nëse dhe shkanë këtarë, po flasë për atë, për mu, une, bile me di se ti ri edhe s'menjef, une kam punuar në konferencën krajnore të lidhës së rinisë. Aty e kam pas selin, nuk kam punuar me punë, por kam qenë aktivist. Po fërë për në komunizëm, po. Une kam punuar jetë, do me thonë, kam organizu për festivalin, e kënditi pra të e, une kam organizuar festival, më kanë emëru, do me thonë, si një aktivist për kulturë. Por kur s'ju më përzim politikë, nëse politika o për politikan. Une vetëm ku ka pas me muziku, ku une di me punu atë punë. Edhe une ku mujtë me thonë, tash që përmend të këtë emrin, edhe une ku mujtë me thonë, e do të po, politikanë do të fidojnë zjedhe. Tash, mës t'i nëqmojna politikanët, se kemi politikanë shumë të fort, moderuar, natyrisht tash, ky transformimi është për jo veç për ne, po për çdo kënd është i dhimshëm, i vështirë dhe i dhimshëm. Do më thonë, apo e kalon që atë procedurën, ende, këtu ende era i vjen barot. Shkoj që apo ndodhë Mitrovici, nuk e kemi... Muri. Nuk e kemi regullu në... Kaldëma, a ka transformime edhe në muzikë, që s'pelodhe me politikë? Po, naturisht, ka, diçka është mirë, diçka nuk është mirë. Apo mund është më përshtatë në këtë ritëm? Jo, une thash, une... A për manë vetë si rekreacion? Jo, une se këmarë se rekreacion, se nuk është mirë ashtu, atëre nuk e më ferë me publikun. Une, me qenë se jam rikëthy, unë duhet të punoj tash, ose duhet të shkoj prapë. Edhe 9 vjetë edhe pastaj më. Ja, daliri e më se janë përbit. Do me thonë se, jo, une punoj, por une e kom publikun tim. Edhe une e di, ku shkoj këndoj, nuk shkoj me këndu, une shkoj me këndu edhe nëse më thirin, dhe më paguajnë, por e preferoj aty ku une kom dëshirë me shku. A kim bramje, shemi, a ka... Po, e i lirët si bend, a funksionon? Ne funksionojna si bend, por thash shumë vështirë mledhemi se tregu ka ndryshu krejt, edhe nuk ta imponojmë. Ta them vetëm një shembull. Për shembull ty jashtë kur shkosh asnjë këngëtar i joni nuk e ka orkestrin. Ja, nuk e ka. E din ti vetë. Ja, e kanë tipin me sin men, sintistin thot këtu e kam. Mos ma biti tonin se unë e kam çe ku janë mësuar këtu e din ta. Mos ma bi se e kam unë këtu. S'ki nevojë hiç. Vetë hajde. E une shpesh e thëm një shembull e kam vllahun aty në Belgjik, thon, a bon bre, që tani ka po që shkon vend me atje. Po porth mos jap një kthina po çom një mu këtu, se mi hankë. Po. E hajde shkon vend me elet në atje në për vend. Çatu kemi arma me këtu. Domethënë, në çat aspekt ne kemi dështuar çfarë muzicienta kemi. Edhe si kishte tingëllu një koncert për shembull me ndonjë me qita. Ai shkon, edhe si e mu injizuaj koncert, se çfarë koncerti kishte dalë. Po ja kështu do menagjera matrapaz kanë dalë edhe çam ju bë. Dirigjojnë, manipulojnë edhe ime në gjendje që ka menagjera aktiv muzikor, shemia? Ka menagjera, po thash ka shumë janë thash menagjera që tegra, themna që matrapaz e tegra. Po mënoj ti u tha dhe matrapaz dhe tegra, nuk i nja përsa. Po një, shtinim dhe. Veç po thom, kjo është gjë më e mirëshme që kam bërë, që thash na kanë hjek orkestrat. E si është ajo nuk është. Ja, si e ndjeva tash vetëm për këtë këngë. Edhe si e ndjeva vetëm. S'mundesh me marrë me. Unë pa para këndoj. Vetëm me kënd që këndoj kështu me orkestër i shtojmë kanë. Më thonë se është orkestri mirë dhe do njerëzit me thirr tan zon për ne mbrëmje merret vesh njëri me orkestrën ti vjen pa parë. Unë po doni me thirr shemin. E kryn me orkestrën, shemi vjen free of charge. A nëse këndoj me sintest
Po. Apo me USB, po me kërku edhe 2 fish, për shkak të dëm shpërblimit. Pavarësisht cilësisë Dëm USB-s. shpërblim. Dëm shpërblim se po duhet me këndua ashtu. Çaja është. Mirë. Valdete, a ki ne këngëtar të preferum në Kosovë? Po më rënë jashtë, kush është këngëtari i preferum joti? Rryma muzikore ti the? Thuj për mua. Përveç Shemit natyrisht. Ne, si gjeneratë në atë kohë, kemi ndëgju shumë muzikë angleze dhe realisht jemi frymëzuar ndoshta edhe gjuna angleze shumicën e gjeneratës tonë kemi mësuar ndoshta pikërisht për këtyre këngëve, po edhe në shkollë normalisht. Dhe sinqerisht çdo herë me këto angazhime tona shumë pak më vjen me i pa këngëtarët edhe këngëtaret tona, po edhe me i ndërgju. Nuk kam kohë. Okej. Me ta përmend një emën pos Shemit që këto On New Year's Day to celebrate. Po dhe s'ka problem. Veç me USB jo. Pavarësisht është 3.0 çfarë cilësi është. Mirë. Buleta ti je studente në AB apo publikun e kemi nga AB-ja. Për çfarë po studion? Gazetarin. Gazetari, super. Do të thonë, me ambicie me punu në televizion. Patjetër. Preferon me drejtu në i rubrikë kulturës, sportit? Pa më parasysh, çfarë do qoftë, me kënaqësi e kisha po. Po, çaj ki si fokus tonin? Moderatore. Moderatore, do me thonë Në moderim. zëvenin ty. Mirë, kurdush. Kurdush, a do me talë që son? Po patjetër, se jo. A do me moderu pa? Pasin problem, shlirë. A do? A do? Hajde, indrojmë vendë. Që shlirë? Buljet mos ma mërë. Faleminderit. Shemi. Po, qysh jo? Ta është komentar me këmë mua atje. Shemi, e i kam pytjet që to, cilat ti lexojmë. Urna, mund është me vazhdu, Buleta. Mund është me na pyt, qa do me na pyt? Po patjetër. Hajde. Qa pat? Si po ndjeni? Mirë, afër Shemit, falenderit bukur shumë. Falenderit për ftesën. S'ka gjë, jemi sjarë do gjithë. Falenderit, emisioni juaj është mjaft... I mrekullueshëm, pa parë, s'ke nevojë të thuash asnjë Ja, gjë. nuk besa, nuk... S'thejmë jashtë gjë, s'kemi nevojë të thejmë jashtë gjë, po. A të shkojmë. E kam fjallën për emisionin. Për emision. Po vysh më tjati, në për një me për në qimë moderatora. Shpak Mund është se me po në pytje shtirë. A do me na me diçka? A do me vetë në ardhin diçka për shumë? Po se këti i vinë ka njerë dhe SMS-a me puth për këtë. faleminderit shumë, kam patjetër. I rritet me në. Mirë shumë. Faleminderit që ma lirove. Po, patjetër, une nuk jam politik, une liroj vendin pa pikë problem. Nesta komë të bo profesor kë... Ja, kur si djetë, ja, qëfar profesori, jo, jemi... Disa pytje që në kanal pak më erët për shikuzve tanë, Buleta pysin për lidhjen tonë, da je në lidhje, a je single, cilat janë planet e tjera e tjera. Jo, nuk jam. Mund është edhe në gjermanisht? Ja, anglisht. Jo, se nuk kuptojnë të na. Po jo, kuptojmë se jo, kemi shumë shikus nga Gjermania, nga Zvistra. Jo, nuk jam lidhje. Cilat janë planet? Njëherë për njerë me fokusu në karrierën e muzikës, kështu që... Me këngë treja, hitet treja? Patjetër. Bukur Prapse e shumë. rrëf përdërtojmë. Atër kështu, ka në momenti që ta dëgjojmë edhe njerë Shemin me orkestrin e mrekullueshëm cilin e përmendi, edhe ka dalë po afrohemi edhe drejt fundit. Shemi, s'kena për ty edhe njerë. Unë zeva. Rini thuja këngës, serish pas shumë vjete, thuja në gjuhën tënde, qëndrove suepe, lere të bia në prap, da ullët e liris, le të jetë
Shqipe, gjuhën i lirishte. Hey! 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 Rini thuja këngës, fare mos undal, armërin dërto, vendit të qot fal. Dhe mos e ndal këngën, as mos e ndal vrullin, ma dhe ke zemrën, të gjatë e ke udhën. Thuja ti prap këngës, të ka beku zoti, thuja në gjutë të nënës, dekës kastriotit. Thuja në gegnishte, edhe të skrishte, thuja këngës Shqipe, gjuhën i lirishte. Hey! 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 Thuja ti pra këngës, të ka beku zoti, thuja në gjutë të nënës, dekës kastriotit. Thuja në gegnishte, edhe të skrishte, thuja këngës Shqipe, gjuhën i lirishte. Hey! Gjamadani! Faleminderit. Faleminderit. Ka dhe ma mirë. Ka dhe ma mirë. Veç ko gja mirë ke. Po ju kemi disa pyetje të shikuesve, kryesisht përshëndetje. Nga Gjermania shemi po përshëndesin shumë disa shikues. Kur do të kjo më për Muqenka. Për shnetën e Bacës Jakub po pyesin çush është me shnet. Po, të falja keni edhe ju, po. Një pyetje interesant për buletën. A i ka ra buletës në herë me qitë ploq. Pedim, po mënaj, është humoristike, po është ploq quët ajo pjesa ta shqitet me makina, po këtu njerë ka qenë zametet qitë me një, u dash me shkuar gate, me i adin. Më pasra e kësha qitë, po jo. Po, do me thonë, pedim për çfarë veprimtari është fjalla, po. E ka një në sërbisht thuhet ajo përzierësja me shalica. Me shalica. Po. Ajo me më kuptohet në shumë gjëra. Me shalica, me shaj cërcem. Ja. Për qashtu i thojnë krejt. Edhe antarët e Akademisë së Arteve dhe Shkencave me shalici thojnë, për një me? Përzierësja është i qysh, do këtë që nuk e përzin mirë. Mirë. Pyetje të ndryshme, të fala, po, ne bashkëpunim me Golden Gin për ty? Po, është... Po mirë dhe se din që i kam bashkëpunime me Golden. A ke bashkëpunu, a? Po. Okej, në falë, se une nuk e kum po ato. Po pysin, a ka një bashkëpunim të ri? Po, do të ketë, por jo, që tash ma vonë pak. Dikon verës të tjetë. Legendje po thojnë, Shemi, po thojnë kur nuk i ka hek kapuqin Shemi. Pse? Unë e kur se kom vu për i 94 të se kom kapuqin, rafimi gjatë shumë. Okej, do me thonë nuk se edhe hinëm... Rafimi gjatë. Po, okej, mirë shumë. Po, një korrigjem nga një djalë Berat quhet mikser i betonit, ma e sakta. Mirë shumë. Erdhë më fund ka daldale Valdete, Shemi edhe Buleta. Falenderit shumë që gjetët kohë për me ardhë, unë pata knaci. Falenderit që na i risolle këto dy këngë shumë bukra. Jo. E që ma doni se këto? E pa, tri. Amo ajo ke me USB, s'ke me orkester. Buleta, falenderit, uroj që erën tjetër me të kalu fyti. Edhe me na këndu diçka. Falenderit shumë. Shihemi nesër, falenderit shumë. Natën e mirë.